Përshëndetje Elo, mirë se keni ardhur në intervista. Çfarë mund të thuash diçka për karrierën? Atëherë, unë kam studiuar në Universitetin Politeknik të Tiranës në Fakultetin Inxhinieri Informatike. Pasi mbarova studimet, punova edhe ndërkohë gjatë studimeve, më desh të punoja disa vite në Shqipëri, kam punuar në fushën e laboratoreve mjekësore, kam qenë teknik aparaturash. Në moment që mbarova studimet, pastaj duke parë që tregu ishte shumë i vështirë në Shqipëri për të gjetur punë tjera që ne i dim, vendosa të ikim në Gjermani, duke qenë se kisha edhe shok që më thoshin që hajde sepse ka mundësi. Kështu që në vitin 2016 u largova dhe që prej nga ai moment deri sot, afërsisht 10 vite domethënë, punoj inxhinier informatike në kompani të ndryshme domethënë. Atëherë pse jemi sot në Shqipëri? Sot në Shqipëri domethënë era për dy arsye kryesore. E para ishte kongresi i Lëvizjes Bashk dhe i dyti ishin këto protesta që kanë nisur tash 3 javë, që nuk na mbante vendi domethënë dhe do të vija patjetër. Kështu që këto ishin dy arsyet kryesore. Kemi një dorë shumë fuqishme nga diaspora. Është më shumë shpirtërore apo edhe Dora nga diaspora është e gjithanshme. Nuk mund ta përkufizosh, domethënë, edhe ne që jemi andaj nuk e përkufizojmë dot atë ndjesi që kemi brenda. Vjen në radhë të parë nga fakti që këto lloj protestash nuk kanë ndodhur ndonjëherë. Edhe ne nuk e pristim. Ne domethënë ka diskutime shpesh ndër vite që thonë shqiptarët nuk e bëjnë dot, shqiptarët rinë në kafe, kështu po treguam. Ne po i tregojmë dhe Evropës që ne nuk jemi ata që kemi treguar ose është dukur kaq vite, po jemi ata që në momente decisive dimë edhe të ngrihemi dhe jo vetëm të ngrihemi në mënyrë vulgare, po ne po bëjmë protesta që sot edhe Evropa i ka zili dhe mua shpesh më shkruajnë shok gjerman të huaj që më çojnë foto ose video nga protestat që ndodhin në Shqipëri, të cilat shpeshherë shfaqen edhe në mediat perëndimore dhe më thonë e keni bërë shumë bukur, shumë ide e bukur etj. Pra, protesta që po ndodh sot në Shqipëri është një rast unik jo vetëm për Shqipërinë, po edhe në botë nuk e shef shpesh. Si mendon të ardhmen fundin e protestave? Unë mendoj që protestat duhen të zgjasin më. Shoh që presioni është rritur shumë edhe ndaj qeverisë, edhe ndaj kryeministit, pavarësisht se roli i tyre për të mbajtur ato pozita që sot kanë është të tregojnë që ata nuk po ndikojnë dhe prandaj shpeshherë dalin edhe përdorin tallje ose përdorin mënyra për treguar për të paksuar vlerën e protestës. Po unë ajo që shoh që lexoj pas kësaj reklame është që presioni është rritur shumë. Shoh që edhe përçarje brenda qarqeve qeveritare ose në rastin e Partisë Socialiste që është në pushtet sot ka nisur. Ne si qytetar, si brenda Shqipërisë edhe jashtë Shqipërisë duhet i mbajmë këto protestat, duhet të kujtojmë që ne kemi mbajtur mbi supe 35 vite, kemi mbajtur mbi supe migracion, kemi mbajtur çdo lloj shtypje dhe shkelje dhe tani të mbajmë disa ditë apo ndoshta edhe muaj protestat është diçka normale dhe është diçka që na jepet rasti jo gjithmonë. Prandaj këto protesta duhet të vazhdojnë, që presioni të bëhet aq i madh si brenda dhe jashtë vendit dhe në diasporë, në mënyrë që qeveria dhe kryeministri të japin dorëheqje dhe të kalojnë në zgjedhje.